A I donte vetëm një përqafim. Por askush nuk mund ta prekte. Lëkura ishte e dobët. Gjaku I lodhur. Flokët nuk po vinin më. Vetëm sytë mbetën aty të mëdhenj të fundosur duke pritur. Gjoni ishte 7 vjeç. Leuqemi, than ata. Që kur isha 5 vjeç. A I jetonte në një dhomë të vogël në pjesën e prapme të shtëpisë së gjyshes. Nëna? A I u largua kur u sëmur. Babai? Nuk u shfaq kur. Gjyshja bëri çmos. Por ajo ishte shumë e moshuar. Dhe a I ishte shumë I vogël. Atë pasdite a I ul në shkallët e verandës me kokën mbështetur në dru. Dielli po shkëlqente nga njëra anë. Fladi lëvizi perden e grisur. A I shikoi nga porta. Doja ta shija Blun. Kështu e quante Kalin në fermën fqinje. Blu. Sepse kishte sy të qelët. Po thuajse e bardhë. Ashtu si ti. Ata e kishin parë njëri tjetrin për herë të parë një vit më parë. Gjoni mezi ecte, por ja doli të arrinte te gardi. Dhe Kali erdhi. Askush nuk e kuptoi. Kafsha ishte e egër. Nuk u afrova me askën. Por me djalin. Mbërriti. Dhe qëndroi. A I e shtypi fytyrën pas gardit. Edhe Kali u ndal. Hund më hund. Heshtje. Pas asaj dite, çdo pasdite të vonë, shfaqej Azul. Edhe kur binte shi. Edhe kur Gjoni nuk mund të largohej. A I po vinte. Ndalo. Unë shikova. Zhobu s'qeshi vetëm me sy. Isha shumë I dobët për më shumë se kaq. Kali e kuptoi. Ndonjëherë Gjoni fliste butësisht. A I tregoi për dhimbjen. Nga ëndrat. Doja të hipja një ditë. A ka parajsa një kal? Kali dëgjoi. U ndal. Pron. A I thjesht lëvizi veshin, sikur të thoshte jam këtu. Gjyshja tha se ishte një mrekulli. Fqinjet menduan se ishte çmenduri. Por askush nuk ja hoqi këtë. A I ishte I vetmi mik që nuk kishte frikë nga sëmundja. Atë javë, Azul nuk erdhi. 3 ditë pa u shfaqur. Gjoni nuk foli. Sa po shikova portën. Unë po prisja. Derisa foli. A më harroja I mua? Gjyshja nuk dinte si të përgjigjej. Atë natë a I pyeti, nëse duhet të iki. Dua vetëm edhe një përqafim prej ti. Vetëm kaq. Asgjë tjetër. Dhe mëngjesin tjetër. Zhurma e patkonjve të kuajve jehonte poshtë rrugës me dhe. Duke ardhur nga larg. I fort. Sigurisht. Blu vrapoj. Pa parzmore. Asnjë udhëzues. A I erdhi vetëm. A I erdhi sikur e dinte. Ke arritur te porta. U ndal. A I pshertiu. A I shikoi brenda. Gjoni dëgjoi. U përpoqe të ngriheshe. Ra. Gjyshja vrapoj, e mori dhe e çoi në fron. Syt e djalit shkëlqenin. Lotët rrjedhën ngadalë. A I erdhi, Kali u përkul. Askush nuk e besonte. A I ul sikur të ishte në gjunjë. Sikur e kuptoi. Gjoni ja zgjati krahun. A I u mbështet në qafën e kafshës. Ata qëndruan atje. Disa thanë se ishin sekonda. Të tjerë se ishte një përjetësi. Por në atë përqafim. Nuk kishte më dhimbje. Pa frikë. Pa kohë. Vetëm ata të dy. Djali I brisht. Kali I qëndrueshëm. Dhe një heshtje që fliste më shumë se çdo gjë tjetër. Pas atij përqafimi, Azul filloi të vinte çdo ditë. Nuk kishte më kohë. Ai mbërriti herët, ndonjëherë vonë pasdite, ndonjëherë në mes të natës. U ndala te porta. Unë po prisja. Gjyshja e lajon në karrige pranë gardit. Ai nuk mund të ecte më drejt. Këmbët e tij ishin të dobëta, të buta si një leckë e lagur. Dua vetëm të rri pak, gjyshe. Vetëm pak me Bluen. Dhe qëndroi. Kali as nuk hingëlliti. Ai thjesht e vuri hundën pas telit. Të dy shikuan njëri tjetrin, pa thënë asgjë. Ndonjëherë djali tregonte ëndra. Pash ëndër sikur po e hipja mbi të.
po vraponin në një fushë të madhe. Kishte lule blu në tokë. Njësoj si emri i tij. Kali lëvizi kokën. Djali qeshi butësisht. Askush nuk e kuptoi këtë. Fqini, zë Geraldo, tha, ai Kal do të çmendet. Ai është ngjitur pas atij djalit të sëmur. Kjo nuk është normale. Por Azulit nuk i interesonte. Ai erdhi edhe kur binte shi i rrëmbyeshëm. Edhe kur Gjoni flinte. Edhe kur gjyshja tha, jo sot, është shumë i lodhur. Kali qëndroi në shi. Në balth. Pron. Si kur dinte të priste. Një ditë, Gjoni kishte temperaturë të lartë. U drodh gjithë natën. Të nesërmen, gjyshja e tij nuk e la të dilte. Por erdhi bluja. Ai e mbështeti kokën në portë. Qëndroi aty. Kur Gjoni u përmirësua, tha, e ndjeva këtu, gjyshe. Edhe pa e parë. E dija. Gjyshja e fshiu syrin me përparsen e saj. Ajo e kishte kuptuar tashmë. Kafsha pa atë që askush tjetër nuk e pa. Ndjeva atë që askush tjetër nuk e ndjeu. Gjoni nuk kishte nevojë të shpjegonte. Kur dhimbja u përkeqësua, ai vetëm pëshpëriti, blu. Dhe Kali u shfaq. Edhe pa e thirrur askush. Ishte si magji. Por ishte më e bukur se magjia. Ishte besim. Ishte instinkt. Ishte një lidhje që nuk mund të mësohet. Jo, nuk po hante më siç duhet. Po thuaj se të gjitha flokët ranë. Por syt ende e kërkonin Kalin çdo ditë. Ai është shoqja ime, gjyshja. E vetmja që nuk ka frikë nga unë. Gjyshja u ul pranë tij në heshtje. Nuk tha asgjë. Unë thjesht qëndrova aty. Ne e ndjejmë kur diçka po mbaron. Dhe ajo e ndjeu atë. Edhe Gjoni. Por askush nuk foli. Vetëm era kalonte duke lëvizur gjethet e thata në dyshemen prej dheu. Dhe Kali e dinte. Mund ta shije nga mënyra se si ai ishte i qetë. Më i heshtur. Më afër. Ai nuk hingëlliti më. As nuk vrapova. Sa po shikova. Fundi. Sikur të kishte një parandjenje. Dhe në atë heshtje midis të dyve. Kishte më shumë fjalë se sa në çdo bisedë të rriturve. Koha filloi të ecte më shpejt. Ose ndoshta Gjoni thjesht po ngadalsonte. Fjeta më shumë se sa isha zgjuar. Fytyra ishte e hollë si letër e rrudhosur. Pamja ishte ende e njëjta gjë, por më e qetë. Më thellë. Gjyshja po qante me zë të ulët në kuzhinë. Mendova se nuk po dëgjonte. Por ai dëgjoi gjithçka. Nuk e dua më spitalin, gjyshe. As gjilpër as makinë. Ajo i shtrëngoi dorën. Ai nuk u përgjigj. Jashtë, Azul nuk largohej më nga pjesa e përparme e portës. Do të qëndroja me orë të tëra. Pron. Ndonjëherë ecja në rrath. Ai shkeli fort. Ai pshërtiu në një mënyrë tjetër. Sikur po telefonon dik. Atë natë, shiura me shumicë. E megjithatë ai erdhi. Gjyshja e mbuloi Gjonin me 2 batanije. Por ai po dridhej. Është në rregull, gjyshe. Ai është atje, apo jo? Ajo shikoi përmes çarjes në perde. Dhe ai pa. Në mes të stuhis, Azul qëndroi në vend. I lagësht. I ndyrë. Por i vendosur. Të nesërmen, djali mezi i hapi sytë. Gjyshja u përpoq të jepte lëngë. Ai refuzoi. Doktori erdhi. Ai tundi kokën ngadalë. Është pothuajse këtu, pëshpëriti ai. Gjyshja ra për tokë duke u ulur në karrige. Por para se mjeku të mund të largohej, Kali u përplas me forcë në portë. Bëumë! 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 Doktori ishte i frikësuar. Çfarë ishte ajo? Ajo tha vetëm, është ai. Blu. Kali hingëlliti me zë të lartë, vetëm një herë. Pastaj. Heshtje. Ditën tjetër, Azul pushtoi oborrin e shtëpisë. Ai kërceu gardin. Ai e theu portën me gjoksin e tij. Askush nuk e kuptoi. Gjyshja vrapoi në dhomë. Gjoni ishte i zbeth. I ftohtë. Por syt hapur.
Ai erdhi. Blu erdhi te dritarja. Unë dal. Ai uli kokën. Ai mori frym thellë. Gjoni u përpoq të ngrinte dorën. U dridh. Ai nuk pati sukses. Kali hingëlliu përsëri. I shkurtër. Pothuajse si një britm. Gjyshja nuk mundi ta përmbante veten. Ai hapi dritaren. Dhe Azul nguli hundën brenda. Ai u mbështet në çarçaf. Ai ja preku dorën djalit. Gjoni buzëqeshi. Një buzëqeshje e lodhur, por plot me gjëra që nuk mund të shpjegohen. Dhe kështu ishte. Kali atje. Djali i shtrirë. Qyteti u ndal. Njerëzit filluan të vinin. Unë po filmoja. Unë qava. Askush nuk e kuptoi. Por të gjithë e ndjenin. Kishte diçka më të madhe. Nuk ishte thjesht miqësi. Ishte një mrekulli. Ishte një lamtumir që nuk donte të shndërrohej në lamtumir. Dhe ndërsa qielli u errësua, Kali nuk lëvizi. As për një sekondë. As kur i hodhën ujë. As kur erdhën me ushqim. Ai e dinte. Ishte koha për të qëndruar. Dhoma ishte më e errët atë ditë. Edhe me dritaren hapur. Edhe me diellin jashtë. Kishte hije. Gjoni nuk foli më. Thjesht ja pulsoi syt. Ngadalë. Fleta nuk lëvizte më aq shumë. Gjoksi ngrihej e ulej por më pak. Shumë më pak. Gjyshja u ul në krah. Dorë për dorë me të. A do që të telefonoj dik? Ai i puliti syt një herë. Pastaj shikoi nga dritarja. Bluja ishte tashmë aty. U ndal. Si gjithmonë. Por me një pamje tjetër. Më thellë. Më i rëndë. Ai hingëlliti vetëm një herë. Një tingull i thatë. I shkurtër. Gjyshja u dridh e tëra. Gjoni buzëqeshi. Një buzëqeshje e vogël, pothuajse asgjë. Ai u përpoq të ngrinte dorën. Por ai nuk mundi. Pastaj Blu u afrua. Ai e futi kokën brenda dritares. Përsëri. Ai e mbështeti hundën në buzë të shtratit. Shumë ngadalë. Djali rrotulloi syt. E shikoi në sy. Ata qëndruan ashtu. Disa sekonda. Ose minuta. Ose një jetë. Gjyshja qau me zë të ulët. Ai as nuk u përpoq ta fshite. Infermierja hyri brenda. Ai ngriu në derë. Unë nuk thash asgjë. Askush nuk tha. I vetmi zhurmë në dhomë ishte një frymëmarrje e dobët. Dhe fryma e ngrohtë e Kalit mbi çarçaf. Gjoni puliti përsëri syt. Një herë. Pastaj edhe një. Dhe ai foli. Pothuajse pa zë. Faleminderit. Goja lëvizte shumë pak. Por Azul e kuptoi. Ai u përgjigj me një frymëmarrje të lehtë. I ngrohtë. I vonuar. Pastaj e tërhoqi hundën prapa. Shumë ngadalë. Sikur kishte frikë se mos dëmtonte ajrin. Gjoni i mbylli syt. Nuk u hap më. Por gjoksi ende lëvizte. Shumë pak. Shumë ngadalë. Gjyshja mbështeti ballin mbi dorën e tij. Ishte kështu. Orë. Ditë. Ose ndoshta ishte vetëm gjysmë ore. Koha ka ndaluar. Dhe Bluja? Vazhdoi atje. Në këmbë. Në dritare. Duke kërkuar. Firmë. Sikur të thoshte, jam këtu. Jam ende këtu. Jashtë, qielli u errësua më herët. Era frynte më ftohtë. Dhe askush nuk dinte çfarë të thoshte. As nuk ishte e nevojshme. Sepse ndonjëherë heshtja flet shumë. Gjoni u largua në agim. Shumë i qetë. Pa dhimbje. Asnjë zhurmë. Gjyshja ja mbajti dorën. Kur ndaloi së marri frymë e kuptoi. Ai nuk bërtiti. Ai nuk qau me zë të lartë. Ai thjesht mbylli syt. Dhe qëndroi aty. Çarçafi ishte ende i ngrohtë. Por tashmë ishte një lamtumir. Jashtë, Blu e hingëlliti. Jo i lartë. Jo i zemëruar. I shkurtër.
si një vajtim. Lagja u zgjua nga zhurma. Lajmi u përhap shpejt. Ishte sot. Në agim. Djali iku. Në dhomën e ndenjes të shtëpisë së thjesht, ata rregulluan gjithçka. Arkivoli i bardhë. Shumë i vogël. Plot me lule. Ngjyra të buta, pothuajse të gjitha të bardha. Gjyshja ishte ulur në një cep. Me sy të thatë. Nuk kishin mbetur më lodh. Njerëzit mbërritën. Ai foli but. Unë përqafova. Dhe ai qau. Por askush nuk e priste atë që do të vinte më pas. Pa pritmas, një zhurmë e fortë. Galov. Shpejt. Sigurisht. Blu. Ai erdhi vetëm. Përsëri. Ai kaloi nëpër portën e hapur. Ai hyri në obor. Njerëzit u larguan. Zoti im. Është Kali. Është Blu. Askush nuk u përpoq të ndalonte. Askush nuk kishte guximin. Ai hyri në dhomë. Me hapa të vendosur. Sytë e fiksuar. Ai arriti te arkivoli. Unë dal. Qëndroj aty. Duke kërkuar. Ai uli kokën. Ai e shtypi hundën pas drurit. Pastaj ai ushtri. Po. Kali ushtri. Pran arkivolit. Në dhomë. Në tokën e ngrirë. Me kokën mbështetur mbi lule. Sikur të thoshte, tani unë qëndroj këtu. Gjyshja vuri dorën në gojë. Ai nuk mundi t'i mbante lotët. Disa u përpoqën ta merrnin kafshën. Por ata ndaluan. Sepse aty, në atë skenë, kishte diçka që nuk mund të prekej. Koha ka ndaluar. Frymëmarrja e Kalit ishte e ngadaltë. I rëndë. Bëri një tingull. Pothuajse një rënkim. Pastaj asgjë tjetër. Ishte lënë. Dhe edhe kur arkivoli u çua tutje. Bluja e ndoqi. Mbrapa. Hap pas hapi. Dhe në vareza. Kur të gjithë ishin larguar tashmë. Ai ishte ende atje. Në këmbë. Vetëm. I lagur me vezë. Me putra në tokën e butë. Nuk doli. As kur u erësua. As kur era u shtua. As kur u shuan qiringë. Qëndroj aty. Në të njëjtin vend. Si kur priste një vështrim të fundit. Një frymë e fundit jete. Apo kush e di. Edhe një ditë me djalin tënë.